Përshëndetje ndjekës të revistës Story. Ju përshëndes, unë jam Klotilda Harka. Si çdo të shtunë jemi live nga Instagrami i revistës Story për të intervistuar një personazh të famshëm. Këtë të shtunë e ftuara jonë është një këngëtare shumë e njohur. E njihni të gjithë. Do pres që të lidhem direkt sepse dhe kohën e kemi më të kufizuar sot. Ja të shohim. Unë dua që të hyj vetë artistja dhe të prezantojmë direkt. Ose ta prezantoj edhe unë më përpara dhe pres që po. Ajo është Rovina Stefa. Rovi të pres të hysh ose mund të të bëj dhënë ftesë. Si dhe vetë. Nëse keni pyetje, kuriozitete, doni ta ngacmoni në thonjza Rovenën, mund t'i shkruani pyetjet tuaja dhe ne do I lexojmë të dyja. Ja, ku erdhi? Për pak sekonda jemi bashkë. Duam vetëm pyetje të mira. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Si kalon? Mirë, si jeti? Tu mirë. Gjithmonë në formë, gjithmonë e bukur, edhe kuqja nuk e di sikur të është të përshtaton këtë kohë. Faleminderit shumë. Edhe ti kuku, si gjithmonë, si vite përpara kur jemi parë. Po. Nga shumë vite që kur ne bënim ato intervistat tona të para, ishte portale dhe kopertinat ishin të gjitha në print, edhe në fakt ishte bukur se artistët ishin më të paprekshëm, apo jo? Si ndihni të botën e portaleve, e medias online? Është e vërtet, vite përpara, domethënë nuk kanë qenë këto rrjetet sociale, si që janë sot, nuk ka pas as YouTube. Dhe atëherë ka pasur vetëm gazeta, domethënë që merreshin pak me showbiz apo me promovimin e gjërave të reja që kemi pas ne. Dhe tani çfarë nuk ka. Çfarë nuk ka. Ndërkohë të kam parë që ke qenë shumë në kohët e fundit, TikTok-e në karrierën tënde, zhdukesh një periudhë, më thonjza zhdukesh, pastaj rikthesh me shumë zhurmë. Si me vita, ashtu edhe me deklaratat e tua. Dua të di çfarë po ndodh me jetën tënde private, me këtë e festosh Shën Valentinin? Tani si nga fillimi, çfarë me ti? Po dhe në fund karrierës. Po shiko, çdo artist besoj e ka këtë, ne duhet të mbledhim domethënë të mbushemi me energji, edhe t'ja nisim nga e para. Për shembull, rrim, mbushemi mirë dhe tani fillojmë zbrazim ato armët tona. Dhe kështu ndodh edhe me mua, si me të gjithë të tjerë, domethënë nuk vjen ndoshta edhe me plan, po vjen kështu natyrshëm. Domethënë natyrshëm ne fillojmë, investojmë, pushojmë, pastaj bëjmë diçka të re, provojmë, pse jo. Kurse për sa I përket Shën Valentinit, e dëgjoj. Po ja, si na shikon kështu me të kuqe, me portokall. Më pëlqen shumë. Kemi gjëra të bukura për momentin. Me thonë, po I gëzohemi jetës si të gjithë, ashtu siç domethënë duhet gëzuar me dashurinë, me njerëzit pranë. Ne në Shqipëri nuk pyesim fare për pandeminë, kështu që kjo gjë më pëlqen shumë. Është shumë e vërtet, po në disa intervista ke thënë që do bësh një dasim që do t'i ngjasoj një mitingu të vërtet.
Kaq shumë miqke apo do ftosh çdo fans të mundshëm në dasmën tënde? Po, është e vërtet që kam shumë miq në radhë të parë, kam shumë të njohur dhe do doja të gjithë ata që e dojnë Rovin, do doja të ishin pjesë e gëzimit tim, domethënë e ditës së martesës që për ne femrat dihet sa e rëndësishme është martesa, fustani, bardhet, etc. Kështu që do doja shumë t'i kisha pranë njerëzit e mi, por edhe të tjerë, pse jo, fansat mi, ata më të zjarrt, i ftoj të vinë. Ata që janë të zjarrt, kuptoj, që më shkruajnë gjithmonë. Po ato mund të jenë edhe fansa që të dashurojnë ty. Mund të ketë konflikt interesi këtu. Shiko, këtu duhet ndarë. Kam disa fansa, vërtet që që janë shumë të mirë dhe nuk kanë, ndoshta më dashurojnë dhe nga ana seksuale, erotike, sigurisht si çdo fans që dashurohet me idhullin e tij, por unë i kam fansat shumë vërtet çuditshëm. Kam një fans për shembull që ai më shkruan gjithmonë dhe pavarësisht që unë jam e zëmë në lidhje apo jo, apo që kam shprehur një gjë të tillë, atij nuk i intereson që unë për shembull kam një tjetër në krah, po thjesht më do mua edhe me gjithë ato që kam në krah. Domethënë, mjafton që të shkruaj mua dhe të jetë i lumtur për mua. Ai gëzon kur gëzoj unë dhe hidhërohet kur hidhërohem unë. Po, kjo është dashuri e vërtet, më duket. Më duket se po. Kjo është dashuri e vërtet. E vërteta faktikisht është se dashuria është edhe vetë mohim. Domethënë tregon që ti e do shumë një njerëz sa e pranon atë me të gjitha. Me të gjitha, ndoshta edhe nuk e ndan atë dashuri me të, po përsëri prapë do. Unë tani më kujtuaj një këngë që ka bërë shumë bujë atëherë dhe në çdo kohë ka për të bërë bujë. Ajo kënga që dashurohet personazhi ose me një burr të martuar. Në rastin konkret ti që ke kënduar tekstin e Avni Qahilit apo jo? Po. Është e rëndë si e percepton ti, se mund të ketë shumë persona që dashurohen me njerëz të martuar, të zënë. Shumë e vërtet, faktikisht kur e kemi marrë këtë tekst, do më thënë, ka qenë pak e rëndë që ta akceptonim, ta lidhnim, do më thënë që pikërisht një tekst i tillë, sepse ishte dhe risi dhe revolucion, dhe akoma dhe sot e kësaj dite, nuk ka shumë këngë që prekin tema të tilla, tabush, janë. Dhe por nëse studion këngën, ajo thjesht tregon realitetin, do më thënë, ky fenomen është shumë i pranishëm jo vetëm në Shqipëri, po dhe në gjithë Ballkanin. Ndoshta edhe diku tjetër, pse jo, ka dhe raste edhe në qendër të Londrës, mund të ketë në një tip kështu të tillë që doshë të bëjë një jetë të dyzuar mes dy familjeve, tre familjeve të tilla, gjëra të tilla. Si tha, një për verë, një për dimër. Por prandaj ne edhe unë duam ta prekim si pak a shumë si një temë, ndërkohë duke kërcyer, duke kënduar, njerëzit i thrasin mendjes edhe duke i bërë, domethënë këto fenomene pjesë të tavolinave, pjesë edhe të gëzimeve tona, atëherë njerëzit dhe do të mendojnë. Domethënë prandaj kjo është arsyeja pse ne e vendosëm, domethënë. Dhe ishte shumë e bukur se nuk ishte thënë aq troçe edhe në muzikë. I këndoi dashurisë ndaluar, po jo e thon troç që jam dashuruar me një burr të martuar. Është shumë e vërtetë. Që në fakt ka vite që është kthyer edhe në një lloj fenomeni social, apo jo? Po kur jam unë në evente, domos kur ai burri martuar është edhe i pasur, ka dhe para. Kështu te lekët është problemi. Do me thënë ka faktikisht kur e këndojnë në evente këtë këngë, bëhet nami, spari e kërcejnë e këndojnë të gjithë së bashku me mua, edhe është shumë interesante kur dëgjon sidomos burra, meshkujt, që ta këndojnë një grua më mallkoi burrin e vet dhe pastaj burr të martuar dashurova. Do me thënë e këndojnë burrat. Po në dasma e këndon këtë këngën, jam kurioze. Po, e këndojnë gjithmonë sepse
realisht kjo është një nga këngët e mia hit, më thënë zbashku me Dasmën, zbashku me Llokumin, Adres pa emër, Mallin, këto janë ato këngë kanagjeshin që mua edhe njerëzit më kërkojnë në për evente, më thënë si hitet e mia dhe është një këngë që e kërkojnë dhe e këndojnë të gjithë një zëri të bëhet nami për këtë këngë. Edhe më them tani do këndoj një këngë që do të thënë ua kushtoj grave dhe kujdesni ju burra që bëni. E them më kështu dhe ato fillojnë qeshin gjithë. Do më thënë dhe ato gratë kështu me një sy kështu që edhe këta qeshin, ato nën qeshin. Shumë e trazuar është kjo bota e marrëdhënieve. Ti si mendon se gjithmonë më ke pëlqyer në deklaratat e tua se ke dhe ato filozofin tënde, nuk je se je një artiste që ke mbaruar studimet për juridik apo jo? Po. Edhe ke një formim që kuptohet, dallohet. Ti si mendon për këtë dashurinë e ditëve të sotme? Deri tani ti ke besuar dashurisë, je lënduar, ke lënduar, ç'a ka ndodhur me jetën tënde? Se shumë e rezervuar ke qenë. Po, kam qenë e rezervuar për shkak se faktikisht gjërat private janë shumë ashtu intime, janë edhe delikate, sepse nuk mund të kuptohen nga të gjithë të tjerët kur nuk janë pjesë e gjës, domethënë. Dhe unë jam munduar ta mbaj këtë jetën private timen, jo për ndonjë gjë se kam çat fshes, sepse dhe unë kam dashuruar si të gjithë, edhe jam zhgënjur, edhe jam mërzitur, edhe kam qarë. Po kam dashur këto gjëra pikërisht ishin të mijat, sepse unë e quaj dashurinë shumë diçka të lartë, sublime. Prandaj dhe i këndoj dashurisë që njerëzit kenë shumë respekt për të. Dhe kur ti fillon e bën pastaj atë fillon flet ose thjesht për të bërë showbiz ose më kupton. Edhe unë nuk kam dashur domethënë ta ndërtoj karrierën time në bazë të një situate që unë po shfrytëzoj dikë ose po hishem si dashuruar e gjëra tilla. Po, okay, unë e di që njerëzve dhe ju intereson, domethënë statusi i një njeriu publik, intereson të gjithëve. Unë e di këtë gjë dhe tani mundohem të jem pak më e thjeshtë në këtë drejtim, në kuptimin që ta pranoj edhe të them diçka, flas edhe për veten. Po, çfarë mund të tregosh pak më shumë për partnerin aktual? Mendon se është një dashuri e vërtet? Dita dallosh, është pasion apo është dashuri e vërtet? Pikërisht, do me thënë, ne gjithmonë nisemi nga e mira. Nuk besoj që ka një njeri që niset që të bëj diçka sa për si momentin, ose niset që mendon që nuk do jetë dashuri e vërtet. Çdo njeri nga ne dashuron dhe kupton kur do. Edhe unë, do me thënë, e kupton njeriu kur i rre zemra. Dhe unë e kam kuptuar kur më ka rrahur zemra. Kjo është e rëndësishme, por se sa është kjo tani dashuria e vërtet në kuptimin sa do të jetoj kjo dashuri, sepse mund të ketë dashuri të vërtet, por që nuk jeton edhe shumë gjatë. Varet aty nga shumë rrethana dhe shumë faktorë të ndryshëm. Faktori më kryesor është, domethënë për mendimin tim në një marrëdhënie është kuptimi, se ti mund të kuptosh që ke kimi me atë person apo ke ndjen, po ndoshta nuk kuptohesh shumë nga gjëra të tjera, pastaj që do të kuptosh me kalimin e kohës. Dhe unë jam në atë fazën e kësaj pjesës dytë, domethënë ka rrahur zemra, ka filluar marrëdhënia e mirë, interesante, por duhet të shikojmë këto gjërat e tjera tani sa do përputhemi, jo si ato përputhjet që na shojnë se. Domethënë jo për sytë e botës, po përputhjet vërtet, domethënë aty duhet parë edhe nga ana e gjërave si mendojmë, si e shohin botën, e kupton, aty është diçka pastaj që do të jetë apo jo dashuria finale e madhe. Nëse thuaj unë është një histori e re, nuk është një histori e re. Jo, është histori e re, domethënë. E re do thotë ka filluar tani. Ka filluar, domethënë mund të them 5 mujorin e fundit. Më pëlqen që këtë 5 mujorin e fundit ti e bindur që do martohesh. Jo, nuk jam. Unë, shiko se kjo ka që do ta sqaroj për punën e martesës. A sqaroj pak sepse unë ishte si një formë, unë kam të çaka shumë të hidhura,
që unë bëj një shaka, por ndoshta edhe nuk kuptohet që shaka, dhe ma kanë marrë gjithë mediat sikur kam thënë diçka që do martohem direkt sa të mbaroj pandemia. Unë ne folëm me Rudinën edhe duke folur kështu, duke qarë hallet që jo pandemia, jo kështu, dhe unë tash patjetër që do martohem, unë duhet pres mbaroj kjo pandemia, se nuk mund të bëj se dasmën nuk kanë qenë ta bëj me 2000 vetë. Domethënë, po flisja në përgjithësi. Po. Edhe kjo ishte ajo dhe njerëzit tash ti e di vetë se ti e gazetare edhe ti di shirë se çfarë lajmes të rejshin edhe ti edhe me vrap vetëm kur e shoh veten, kur i shoh lajmet. O zot tash edhe kishim marrë mamin, Rovena do martohet, mami mua kur do martohesh ti se unë s'di gjë. Bëhet diçka si ta ajo qimja bëhet tra, e ke parasysh. E fort. Po, çfarë do na tregosh diçka, që se jemi kështu në një bisedë deri diku intime, pavarësisht se po na ndjekin, çfarë mund na tregosh një detaj të partnerit tonë? Të paktën na trego ose profesionin, ose pamjen, ose parat. Tash, se tani jemi serioz. Unë nuk mund të flas dot më shumë për të, sepse do t'ja lë të gjitha atij në dorë, në kuptimin që në rast se kjo lidhje jonë do të konsolidohet, unë përsëri do ta pyes 101 herë prapë atë që ke dëshirë të dalësh djalë të bëhesh publik, se pastaj nuk ka më kthim mbrapa. Në momentin që një person bëhet publik, ne e dim vetë se çfarë heqim me këtë emrin që gjithmonë na paraprim, dhe domethënë gjërat nuk janë kaq të lehta për një person që nuk ka qenë kurrë publik dhe pastaj i bie që Rovena po e bën publik. Domethënë unë nuk e bëj atë publik dhe ai e di shumë mirë as për showbiz dhe as për shumë gjëra të tjera që mund të vlenin dhe milionat që në këtë rast nuk vlen se kush që po fitojmë në gjë të madhe këtu. Po që e kam fjalën që nuk e bëj unë, nuk e kam këtë përgjegjësi dot që ta vendos një njeri në një pozitë të tillë të bëhet person publik ose jo. Po që të shohim nëse lidhja konsolidohet dhe mëtej, nëse ai ka dëshirë, bujro, le të vi me mua, bëjmë dhe duet pasaj edhe. Na thuaj diçka tjetër, se është këngëtar që thua le të vi me mua të bëj duet, se për pak më shpëtoj. Këtu jam në Gjeko dhe këtu po bëhet nami me Tebari, se ka parti kështu ditëlindje vogël edhe nuk të dëgjoj mirë zemër, edhe një. Se thej që le të vi me mua dhe le të bëj duet, është këngëtar? Bie që është këngëtar? Apo ishte prap një batut? Do ta përsërisësh edhe një herë se këta po rrahin një koktejl. Nuk e dëgjoj. Atëherë, po ishe duke thënë që kur ta bëjnë publike le të vi me mua të bëj një duet. Po, e dëgjova, edhe pyetja ku qëndron? Ti është këngëtar apo si? Një batut. O zemër, sot nuk duhet shumë të bëhesh këngëtar, i ke parë si bëhet sot këngëtar. E di. Edhe hiç mos jetë këngëtar, mjafton që këndoj unë, të dalë aty të përsërisi e zëm për shembull një refren si zemër, zemër. Edhe unë vazhdoj këndoj ai prap zemër, zemër. Edhe u bë kënga. E bukur kjo po. Dua të mirë, atëherë nuk na zbulove asgjë rreth identitetit. Paktën një gjë kështu, është me flok, pa flok, gjëra të jo, është me flok shumë bukur. Është me flok shumë bukur. Flok, është nuk i kanë rënë, nuk është ullat, domethënë. Dhe është një djalë, mashallah, domethënë. Se vënë në dyshim. Mësysh. Se vënë në dyshim. Shkoni shumë si çip, domethënë. Nuk di të them këtë gjë, po sigurisht, ai është një djalë simpatik, sepse unë kam disa kërkesa me veten time në kuptimin e shpirtit, domethënë sado ti nuk mund të rri dot me dikë që nuk ma preferon edhe syri, edhe zemra, edhe paralel, domethënë është dikush që dua të më ndezi gjakun, e kupton? Domethënë më ndez gjakun e dua. Sa bukur. E ke thënë shumë bukur. Unë vërtet të uroj që të shohim nuse dhe dhëndër me djalin misterioz. Faleminderit shumë. Nëse nuk do na kap Covidi gjithmonë, dhe sa i përket Covidit, ti ke pas ato teoritë tua që i ke thënë me zë të lartë. Për shembull, ti nuk beson te vaksina.
Po zemra, unë nuk janë edhe teori në kuptimin e teorisë që e kam shpikur unë si teori. Unë kam bërë një hulumtim, kam lexuar shumë gjithë të kohës, se kemi pas dhe çfarë të bëjmë. Edhe unë duke qenë që jam juriste, unë merrem shumë me faktet, pavarësisht që unë nuk e kam ushtruar do me thonë këtë profesion, po unë jam diplomuar për juridik edhe unë ditë lexoj faktet. Dhe ka shumë çuditëra, do me thënë që ne po shohim me sy të hapur në mes të ditës, fakte që ja bëjnë mu, i thëmi në mënyrë popullore, disa gjëra që nuk shkojnë, dhe sigurisht që unë e dua shëndetin tim dhe të tjerëve sigurisht, por kur disa gjëra kanë pikpyetje, atëherë edhe unë bëj këto pikpyetje, si të gjithë të tjerët. Me thënë nuk po besoj shumë te organizimi i kësaj situate, nuk besoj shumë te kjo gjë që deri në orën 10 dhe pastaj ndalohet, ose restorante pa maska, jashtë me maska, ose disa gjëra që për shembull kjo vaksina e famshme që do dali të mbron deri 6 muaj dhe pastaj jo më, ose deri 1 vit, dhe pastaj ti duhet ta ribësh prap ose jo nuk thot njëri gjë, domethënë nuk ka shumë gjëra që njerëzit, jo unë, po të gjithë, domethënë që nëse hyn edhe lexon në rrjete, sepse ne shqyr që i kemi rrjetet që lexojmë edhe informohemi, këtu ka disa gjëra që nuk funksionojnë. Po vaksinën do e bësh kur të vi momenti? Po, pikërisht duhet mua dhe gjithë popullit duhet na mbushin mendjen që përse po bëhet kjo vaksinë dhe çfarë do na sjelli, se deri tani domethënë thonë që 6 muaj deri 1 vit e ka mbrojtjen, po pastaj i dihet duhet bërë prap, do të shkohesh prap, do marrësh sëmundjen çdo 6 muaj, se vaksina ka normalisht vaksina dihet që të gjithë që ka ose një virus të paksuar që e bën, ose ka me këto format që do na ndrojnë genet, domethënë në RNA. Edhe nëse lexon edhe shkencëtar që tregojnë dhe ata që janë pro dhe ata që janë kundër, ka dhe shkencëtar, domethënë unë nuk di të flas, nuk jam kompetente të flas për këtë fushë, por ka njerëz që vërtet janë pyesin, madje edhe mjek të shumtë në Gjermani për shembull janë ndarë më dysh, domethënë mendimet që ka edhe brenda OBSH-s njerëz që mendojnë se duhet ta bëjmë këtë vaksinë kur kjo domethënë erdhi shumë shpejt, por ndërkohë ka studime 10 vjeçar për të realizuar një vaksinë, edhe plus ç'është kjo vaksinë që të mbrojë vetëm 6 muaj deri 1 vit, e pastaj ç'a do bëjmë, domethënë këto janë ato pikpyetjet që i kanë këta shkencëtar dhe i lexoj dhe unë, domethënë edhe i kam. Dhe beson më shumë këto, apo jo? Jo, i besoj, domethënë unë si ta pyet shtat atë, pastaj bëj si di vet. Domethënë unë i shikoj të gjitha këto, edhe është një situatë faktikisht pak si e çuditshme. Edhe më duket sikur nuk është vetëm qëllim virusi, po është po ta kuptojmë, më duket sikur ka disa gjëra të tjera që jo tani do dalë një virus tjetër. Edhe po flitet për një virus tjetër, domethënë ishte ky virusi britanik, dhe pastaj ishte virusi brazilian, dhe pastaj nuk e di se Bill Gates kishte folur dje për daljen e një pandemie të re, domethënë gjitha këto këta i parashikojnë shumë mirë. Din t'i thonë kur pas kanë dalë viruset aksidentalisht, si këta i parashikokan këta të tjerët viruse që do të vinë, dhe këtu fillon të rrembesh dhe mendon se vërtet mos duan të paksojnë popullsinë, nuk kam frikë për veten, më kupton, kam frikë për humbjen e identitetit ose për humbjen e lirive dhe drejtave që ne njerëzit i kemi aq të shenjta, nuk i kemi, domethënë 100% deri diku, ka vende të zhvilluara që deri tani kanë arritur të jenë shumë demokratike. Edhe druhem, domethënë. Ndërkohë ju artistët, këngëtarët jeni të parët që nga ana profesionale jeni goditur për shkak të kësaj pandemie. Ke bërë një llogari se sa para ke humbur në këtë pothuaj 1 vit pandemi? Vërtet është një humbje shumë e madhe nga ana ekonomike, por më shumë se sa humbja e anës ekonomike, ne artistët gjithmonë kemi vetuar në këtë mënyrë. Ne për shembull kemi koncerte dhe me ato tollan e mbajnë familjet tona, pastaj dhe investojnë. Domethënë më shumë se sa
unë nuk e shoh që më janë argjuar ato që unë blej rroba të shtrenjta ose bëj një jetë që i ki ha më mirë. Më shumë më vjen i natë që s'kam pasur mundësi të investoj as se unë investoj në një vit për shembull, se ajo është humbje në karrierën time dhe humbje në muzikë. Domethënë kur e shikon, unë e kam prodhuar një këngë. Ndërkohë që në ishte një kohë normale, do kisha prodhuar më shumë këngë, do kisha bërë më shumë muzikë, më shumë koncerte, më shumë spektakle. Edhe kjo është ajo që më dhem, domethënë më shumë. Dhe kjo kënga është kjo me hyrje gotash, apo jo? Po, kjo është shumë me hyrje gotash. Edhe tekstin e kam shkruar vetë. Unë rrallë shkruaj tekste, po kur vërtet më prek diçka, unë jam shumë e mbushur e frymzuar për të shkruar. E kështu ka qenë kjo këngë, më erdhi natyrshëm sa e dëgjova melodinë nga The Voxi, edhe më njëherë thash kjo do diçka me fyerje patjetër për i natë të pandemisë, sa kupton. Për i natë të këtyre që duan të na mbyllin ne dhe të mos kemi më socializim ose dashuri, domethënë se gjithë çështja është që nëse ti dashurohesh, ti pastaj je më i ngrohtë, më i hapur, më i dashur me të gjithë, nuk është vetëm dashuria intime, tu e kam fjalën edhe për dashurinë e përgjithshme shoqërore me njëri tjetrin, siç i mësuar ne të bashkëjetojmë me njëri tjetrin, më thonë. Po, ndërkohë ke vite që jeton në Prishtinë. Si ndodhi që tu vendose aty? Po, kam vite që jam në Prishtinë dhe Tiranë. Do me thënë dhe Shkup, njëkohësisht, sepse verës unë kam shumë evente dhe dasma në Maqedoni, gjithashtu në Kosovë, kam dhe Shqipëri, po shumicën i kam në Maqedoni. Dhe kaloj shumë kohë, do me thënë në Prishtinë dhe Shkup, dhe kaloj, po ty se, do me thënë është ndarë koha ime midis Prishtinës, Shkupit, Tiranës. Për shkaqe të punës, të njerëzve, muzikës time, unë që kur do me thënë realizuam albumin e parë, Bie the Door, fillova të dilja jashtë kufive të Shqipërisë edhe me koncerte dhe kështu ndodhi, do me thënë që shkoja shpesh. Po, të pëlqen realisht Prishtina për të jetuar apo më shumë Tirana? Si ndjesh aty? Ke shumë miq? Si është rivaliteti aty? Është më i egër se në Tiranë apo njerëzit? Shiko, është rivalitetin e ke kudo. Do me thënë unë mendoj që për çështje rivaliteti edhe komshia mund të ta ketë zilinë, kupton? Do me thënë komshia të pallati, jo më tani kur hyn në një stat më të gjerë, ti je artiste dhe prej shumë vitesh për shembull në këtë vend apo në Prishtinë, ka inate, xhelozira, po ato janë normale në çdo fushë, më thënë. E rëndësishme është që unë i kaloj me pozitivitet dhe do njëherë do me thënë unë i qesh edhe armiku tim, do me thënë i buzëqesh, po jo se e bëj me shëllim. E thjesht natyrshëm, unë kam dëshirë ta thyej me pozitivitet, edhe ka momente që ja dal, ka momente që intrigat janë shumë të mëdha. Dhe gjatë jetës time kam pas shumë lufte dhe vazhdoj rrugën kam. Se kur je njeri që tua dhe mendimin tënd, përveç që këndon, ke edhe një zë, ke edhe një gojë, po dhe vishesh pak si pas stilit tënd. Dhe të gjitha thonë. Bie në sy, dominon. Do me thënë, bie në sy tani për mira apo për keq, se cili nga ne përpishet që të bëj atë që dëshiron, pastaj tani aty sipas shijeve, si ta dikush mendon robi pa jo është shëmtuar, është kështu, është po mirë më mendimi, ta kupton, si kam thënë askujt që jam e bukur. Kjo është më e bukura, se unë nuk kam dashurinis kur, po kam një tipin tim, paraqitjen time, kupton, edhe nuk është i imponohem njerëzve me zor, po njerëzit fillojnë gjejnë diçka, ne femrat sidomos e ke parasysh. Femrat. Dhe me që jemi këtu ti mendon se femrat apo meshkujt janë më negativ? Unë mendoj femrat edhe gejat. Femrat dhe gejat. Në këta aspekt, po negativ nuk isha thënë se ndonjëherë ka dhe meshkuj shumë postër, kupton, po e kisha fjalën në aspekte për shembull xhelozisë, për pamjen, si dukesh ose gjithmonë do merren me i detaj, për shembull,
ose e ka vetllën kështu, e ka këmbën kështu, e ka buzën kështu, e kupton gjithmonë do gjejnë ndonjë gjë për të folur. Normal të bëjnë skanerin, sidomos kur je person publik, je gjithmonë më në qendër të vëmendjes për të skanuar në çdo detaj. Ty të streson perfekcionizmi, të qenit perfekcioniste, të shkakton stres në jetën tënde të përditshme? Unë faktikisht jam perfekcioniste deri diku, po, ndonjëherë jam e bezdisshme për njerëzit e familjes time, njerëzit që më rrinë pranë, sepse dua ndonjë gjë të jetë perfekt, për shembull, flas dhe nga ana se si e mendoj unë, se ndonjëherë ajo ndoshta s'është ashtu perfekt, po si e mendoj unë të paktën. Kjo gjë më ka sjell gjithmonë që ndonjëherë dhe mos kënaqje me veten time ose për shembull në çdo gjë detaj, dhe në muzikë kam këtë, edhe në këngë, edhe dua të jetë, edhe ajo më shqetëson kur diçka nuk është duke shkuar shumë në rregull, më shqetëson paksa. Dhe kështu, normal. Me sy këngëtarëve duetet janë edhe një trend i momentit. Ke menduar ndonjë duet me ndonjë këngëtar mashkull gjithmonë? Dhe cili mund të ishte ai? Po kam menduar disa duete faktikisht dhe me këngëtar të ndryshëm, domethënë kemi menduar me produksionin tim në Kosovë, tani do të shpalosim edhe domethënë do bëjmë një plan të saktë dhe këngët dhe bashkëpunimet e mia, se do të kem një si Rovena and Friends, domethënë si bashkëpunimet që do të lançohen sikur një këngë në muaj ose në një muaj gjysmë, do t'i përgatisim një herë dhe pastaj do fillojmë t'i lançojmë që Vera, Verat na gjej domethënë me materiale të reja. Unë po i kam menduar disa bashkëpunime, po tani jemi në atë fazën që do t'i zgjedhim. Do ketë dhe këngë popullore edhe këngë të lehta, domethënë. Po, kështu si emër, cili mund të shtonte më shumë ty në një duet ose në një partneritet? Klotila, unë duke qenë që këndoj dhe muzikën popullore, dhe muzikën e lehtë, dhe balada, dhe stile të ndryshme, mua mund të më shkoj duete me karakterit të ndryshme. Na u shkëput Rovi, po presim që të rikthehet, ndoshta problemi i internetit. Le të shpresojmë që u shkëput interneti. Nuk e di nëse mund të hyj prapë Rovi, që të paktën t'i bëjmë pyetjen e fundit dhe t'i themi Rovi, nëse po më shikon, të lutem hyrë përsëri që të bëjmë mbylljen ashtu si duhet. Po të pres. Ndoshta kishte probleme me internetin. Ndërkohë Rovi më jep një shenjë nëse do hysh përsëri që të bëj mbylljen më mirë. Bëjmë ftesë persona të tjerë. Ndërkohë e presim të pak, nëse keni ndonjë pyetje ju për Rovin, po hyri, t'ja bëjmë, se i lam pyetjet tuaja. Ja, hyri. Erdhi Rovi, se nuk do e linim të na ikte ashtu.
Nuk doja E që mora këtë, më mbyll telefoni pa bateri. mund të çfarë ndodhi. Edhe e vendosa këtë mbushsin kështu. Okej. Nuk do të mbaj gjatë se më the që je për një udhëtim. Doja të bëja vetëm një pyetje të fundit. Nëse ajo dasma bëhet, çfarë nuse do jesh ti? Tradicionale, moderne? Zemër, unë do jem të gjitha llojet. Do më të ashtu si janë 4 stilet në muzikë, të gjitha stilet i kam provuar, ashtu të jem dhe nusja. Do me thënë, do jem dhe nusja tradicionale, do jem dhe nusja moderne, edhe do doja do me thënë të kisha shumë lërmishmëri fustanesh, kuptohet një fustan i bardh klasik, pastaj të gjitha të tjera sipas momenteve dhe ambientit, do me thënë edhe sallës. Ajo që shpresojmë të rikthehet prap interneti, se më duket se në iku prap robi. Këto janë problemet e internetit, që të lë gjithmonë në baltë. Të shohim. Ndoshta i ra pra bateria tani po hyri robi, thjesht do i themi mirupafshim. Se nuk po i besoj më internetit aty ku është. Ndërkohë ju ndjekës mësoni të jeni pak më komentues të denj. Jam duke lexuar komentet. Po, Klotilda, më pëlqen ideja jote për intervistat në Instagram. Shkruan dikush. Në rregull, atëherë me sa duket Robi e ka telefonin pa bateri. Unë po i them mirupafshim, nëse ajo të më ndjekur unë ta postoj këtë bisedë në faqen e revistës Story në Instagram. Ju përshëndes të gjithëve, i lexova të gjitha komentet. Miru takofshim të shtunën tjetër me personazhin tjetër të famshëm. Gjithë mirat.